Selvia ndodhet në një gjendje të rëndë emocionale, që prej ditës kur shpat kasapi u nda nga jeta. Dhimbja e saj është e heshtur, por e thellë, e dukshme në çdo lëvizje dhe në çdo fjalë që nuk arrin ta thotë dot. Ajo nuk ka mundur ende të pranojë boshllëkun që kalon bashkëshorti i saj, një vend që vetëm ai e mbushte me praninë, zërin dhe qetësinë e tij. Shtëpia i duket më e madhe se kur, ndërsa zemra më e vogël, e ngushtuar nga trishtimi. Ditët e fundit kanë qenë të vështira për të. Ka momente kur duket sikur trupi i saj ecën, por shpirti ka mbetur i palëvizur në atë çast të dhimbshëm kur mori lajmin për shpatin. Kujtimet i vijnë val, nganjëherë si ngrohtësi, e më pas si një therrje që e rrëzon përsëri në lot. Cepi shtëpisë i kujton një pjesë të tij. Planet që kishin nisur t'i ndërtonin bashk. Ajo po përpiqet të qëndrojë fort për djalin e vogël, por dhimbja i ka lodhur edhe forcën. Shpeshherë, ndërsa e mban në krah, ai i buzëqesh me pafajësinë e një fëmie që nuk e kupton plotësisht çfarë ka ndodhur. Në ato qaste, zemra e Selvies thyet edhe më shumë, sepse e di që ai meriton të rritet me një baba që nuk është më pranë tyre fizikisht. Megjithatë, ajo i premton çdo ditë se do të arrit me dashurinë që do t'ja jepte shpati. Rrethi familjar dhe miqt përpiqen ta mbështesin, por ka dhimbje që nuk lehtësohen me fjalë. Ka natë ku nuk fle, natë ku përqafon fotografinë e tyre të fundit dhe lutet për pak qetësi. Ajo i ndjen mungesën në çdo hap, sikur një pjesë e vetes është shkëputur bashkë me shpatin. Edhe frymarrja i bëhet e vështirë kur kupton se jeta duhet të ecë përpara të. Me gjithë dëshpërimin, Selvia ruan një grim force që vjen nga dashuria e madhe që kanë pasur. Ajo e di që shpati do të donte ta shihte të fortë, të kujdesej për djalin dhe të vazhdonte jetën me dinjitet. Dhimbja nuk do të zhduket, por me kohë do të shndërrohet në kujtim të shenjtë për njeriu që ka dashur më shumë se çdo gjë. Dhe në çdo hap që bën, ajo e mban pranë në mendje, zemër dhe shpirt.